Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi protestën e cila kërkon në vazhdimsi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, po ku po shkon kjo protestë dhe se çfarë do të prodhojë në vimësi. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar Evaristo Demirajn nga Zvicra, i cili është aktivist, por ka dhënë dhe kontributin e tij për protestën, ashtu siç diaspora ka ndihmuar, po themi, në intensifikimin e kësaj proteste. Evaristo, përshëndetje. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Evaristo, protesta tashmë ka hyrë në ditën e 41 të ditës sotme, pra që shkon në ditën e 41, një protestë e cila herë është intensifikuar, herë ka pasur rënje, herë ka ngritur ato pikpyetjet se ku po shkon. Në këtë rast, që nga fillimi i saj e deri më sot, si e shikoni këtë protestë? Sa gjasa ka që kjo protestë vazhdojë më tej dhe të arrijë qëllimet e saj? Po, shumë faleminderit për pyetjen. Keni të drejtë që aktualisht jo vetëm juve, po besoj dhe shikuesit, i kanë këto pyetjet që ju sapo shtruat, i kanë në mendjen e tyre, domethënë ku jemi në këtë moment, ka luhatje dhe si mund të vazhdojë dhe kjo protest a ka për të arritur në një rezultat, edhe rezultatin që besoj të gjithë ne e shpresojmë është që të ketë ndryshim jo vetëm të kryeministrit, jo vetëm të qeverisë, por unë për shembull për vetë shpresoj një ndryshim sistemi. Tani protesta nga erdhi dhe si u bë aq e madhe në kulmin e saj, edhe kohë të fundit pse nuk ndihet ky intensitet që ka pasur në kulm. Për mua kulmi ka qenë 20 qershori i 2026, që ishte protesta e dytë mbarkombëtare, ku thirr masivisht edhe diaspora. E para ka qenë 10 qershori, që ishte njëkohësisht përvjetori i lidhjes së Prizrenit, edhe me 4 korrik po ashtu u thirr një protestë mbarkombëtare, por nuk mund të arrinte atë pikun që arriti 20 qershori. Tani ku jemi në këtë moment, edhe pse po nuhatet një nervozitet si të sheshi, që duhet të dinë ore ku po shkojmë, si do vazhdoj, por edhe të organizatorët, po i quaj të protestës, që edhe ato duken si pa të vendosur. Unë desha sot mase bardhi të filloja me një pyetje mase pak më bazike për të arritur të ky status quo që kemi sot. Edhe pyetja është kjo, kush ka legitimitetin edhe kush ka meritën të jetë e zëm në krye të protestës ose të organizoj protestën. Tani protesta kjo që po flasim sot, patjetër që zvërneci dhe ato skenat të frikshme që ndodhen atje, me polici private që troqi zvarr protestuesit, ajo patjetër për mendimin tim ishte pika që përmbysi kupën. Por a është zvërneci, apo është kjo protest, a janë ato organizatorë, ose ato që kanë qenë të angazhuar aty, a janë këto drejtuesit legjitim të protestës, apo legitimiteti buron nga diku tjetër? Tani, sipas mendimit tim, siç thash, ishte pika e fundit, por shqiptarët, edhe të gjithë shqiptarët, si djathta, si majta, si pa parti, si lart, si poshtë, të gjithë shqiptarët 35 vjet, po durojnë një sistem i cili vetëm i zhvat. Edhe nuk i shef ato si qytetar me dinjitet, me zë, me lirinë e shprehjes, me lirinë e veprimit, po i shef thjesht si një turm njerëzish të cilët ja marrim taksat, edhe taksat i përdorim si të duam ne, por përveç taksave të njerëzve u marrim tani edhe pronat, edhe bëjmë çfarë duam ne me pronat, me justifikimin se kanë një investitor strategjik. Edhe do më thënë, të gjithë shqiptarët 35 vite kanë vujtur këtë sistem. Edhe a është ai fundit që hodhi pikën në fundit, a është ai grupim ose ai kryetar
A janë ato njerëzit me legitimitetin për ta sjellë ndryshimin në Shqipëri, apo ka çdo shqiptar në atë digën e madhe që u ça? A ka çdo shqiptar që hedhën në një pikë, në njëri pikë djerse, në njëri pikë loti dhe e ka mbushur atë digën? Si mendon ti? Në këtë rast ju po thoni se protesta kërkohet që të ketë një grup drejtues që të jetë publik, të dalë përballë pushtetit të Edi Ramës dhe të përballet haptazi me të? Tani këto që thatë ju, këto janë kërkesat që unë i kam paraqitur organizatorëve të protestës në javën e parë. Tani këtë stazh ne kemi kaluar. Domethënë ato organizatorët për një arsye apo tjetër nuk deshën të dilnin me emër zë dhe figurë, nuk deshën të organizoheshin me frikën se sa të organizohemi mund të tjetërsohet, mund të na merret, mund të përçahet. Tani këtë pikë ne bardhë e kemi kaluar. Unë duhet të flas për diçka tjetër. Po, pikërisht, pse protesta nuk ka prodhuar një lider politik që të ketë vërtet stofin e i politikani i cili të adresoj kërkesat politike, kërkesat ekonomike, apo edhe kërkesat të cilat mund ta detyrojnë kryeministrin Edi Rama të bëjnë ndryshime kushtetuese apo të jap dorëheqjen, të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme, megjithëse këto janë shumë të vështira, sepse nuk mund ta detyrosh një kryeministër i cili nuk do që të dorëhiqet. Po këto do e diskutojmë, por unë eksaktësisht aty doja të shkoja. Pse s'ka ndodhur kjo që thua ti deri më tani? Sepse ajo pika e fundit që përmbysi godën ose çau digën, ajo pika e fundit nuk vjen nga fusha e politikës. Ku thëm pika e fundit, thëm grupi organizativ. Grupi organizativ i protestave janë njerëz ambientalista, aktivista, të çështjeve sociale, ekonomike të tjera. Do ato janë njerëz aktivista, idealista me parime të ndryshme. Dhe ato nuk janë njerëzit të prirur për të bërë atë që eksaktësisht ju pyetët. Domethënë për organizim, për të krijuar një përfaqësi, për të krijuar një leadership, për të bërë kërkesa të qarta politike dhe për të arritur presionin që kryeministri të japë dorëheqje dhe të fillojë ndryshimin në Shqipëri. Fatkeqësisht, prandaj e bëra gjithë atë parashtrim të gjatë më së pak. Fatkeqësisht, ato personat që janë sot organizatorët e protestave nuk, sipas mendimit tim, edhe unë besoj jo pak njerëzve të tjerë, sepse deri tani s'ka ndodhur asgjë, kur s'ka ndodhur asgjë ka dy opsione. O nuk din, edhe nuk janë njerëzit adapt, edhe unë jam shumë dashamirës edhe po them të parën, ose dy janë të futur për ta bërë eksaktësisht atë që protesta mos të lëvizi të rish shkret edhe një ditë të fiket. Dy opsione janë logjike, nëse njeftin një opsion tjetër, më thuaj të lutem. Po çfarë duhet bërë në këtë rast? Çfarë hapash duhet ndërmarrë, po themi organizatorët e protestës, por edhe protesta në tërësi? Po, patjetër. Tani, që nga dita e parë të protestave, edhe mase ta filloj njërë pak se si gjendën unë aty në protest apo në organizim. Unë shumë njerëz të atyre organizatorëve, aktivistave i njoh sepse kam qenë vetë aktiv në protesta, kam qenë për shembull të pastrimi i Zvërnecit para disa vite. Unë kam qenë aktiv, po nga ajo që jam emigrant, patjetër që s'kam qenë në çdo protest, çdo aktivitet, por kur kam pasur mundësi, kur kam qenë në Shqipëri, unë jam bërë edhe unë me ambientin, kam bërë filmime, kam bërë xhirime, domethënë unë disa njerëz prej tyre i njoh. Prandaj unë në fillim që nga java e parë jam involvuar. Po ashtu unë kam 6 vjet që aktivizohem në një lëvizje që quhet anti-establishment. Domethënë këto idetë që sot po i nxjerr Sheshi, që ky është një duopol, Rama Berisha dhe duhet të goditur të dy, edhe po goditet vetëm njërin. Domethënë nuk e ndryshon sistemin, unë kam 6 vjet që merrem me një grup njerëzish që merrem eksaktësisht me këtë. Prandaj unë, përveç se njoh organizatorët e protestave, unë jam ftuar edhe në shumë tryeza, diskutime, mos më pëlqen shumë fjala, po intelektualë, njerëzish me një background të caktuar, të cilët më kanë ftuar ose kanë ftuar tryeza më të mëdha, ku kemi diskutuar cila është rrugdalja ose cili është hapi i radhës që duhet të marrë protesta. Fatkeqësisht,
fatkeqësisht një pjesë e grupit organizativ të protestave ka qenë stoik, thash edhe njëherë, o nga mosdia, o nga frika, ose sepse janë bllokuar qëllimisht nga brenda nga disa persona të caktuar. Edhe këto tryezat, çfarë kanë arritur deri më sot, që nga ky grup i madh, janë 30 apo 40 antar ose nismetar të grupit organizativ të protestave. Nga ky grupim 30-40 persona, më të arsyeshmit, më të pastërtit, edhe më të logjikshmit, i kemi involvuar në shumë diskutime, në shumë tryeza. Edhe një pjesë e grupit organizativ të protestave është bindur që protesta në vetvete nuk do sjellë ndryshimin pa u organizuar edhe pa bërë ato hapat që për shembull thatë edhe ju. Ky është sot status quo. Kemi një pjesë të grupimit të protestave i cili është stoik, thash edhe një herë, a ka frikë, a nuk di, ose është i infiltruar për ta mbajtur stoik, dhe kemi një pjesë të grupimit organizativ të protestave i cili do të bëj hapjen shumë të rëndësishëm të organizimit. Edhe ky grupim quhet ose njihet tani si grupi punës për krijimin e kuvendit kombëtar qytetar. Edhe unë bëj pjesë të ky grupimi dytë. Çfarë do të thotë kuvendi kombëtar, se duket si një nizme e cila është komplet jashtëkushtetuese, është një nizmë që duket sikur vjen nga rruga, po themi, dhe nuk tenton që të hyjë brenda sistemit kushtetues. Po, tani çfarë është ky kuvend kombëtar qytetar? Në fillim njëherë, shoqëritë, se unë vi nga, si background, vi nga psikologjia sociale dhe kulturore. Shoqëritë, institucionet që i kemi në çdo shoqëri perëndimore dhe ligjet dhe kushtetutat që janë pak a shumë të ngjashme në perëndim, ne i marrim si të mirë qëna dhe nuk pyesim veten nga vijnë. Një ditë njerëzit e kanë realizuar, shoqëritë e kanë realizuar që pa organizim ne nuk mund të ushqyemi, jo të bëjmë lëvizje shoqërore zhvillimore. Kështu që një ditë njerëzit janë grumbulluar edhe kanë vënë sa rregulla se si të organizohemi. Edhe nëse kthehemi në Shqipëri dhe të kombi ynë, te ne ka qenë traditë grumbullimi i odave të burrave, të lidhjeve, të kongreseve, të beslidhjeve, nëse çojmë në rangun më të lartë. Domethënë, ne kemi në gen edhe në histori që kur vjen një rrezik i madh, që është shumë i madh, edhe ne vetëm individualisht nuk e mundim dot, ne bëhemi bashkë për një kauzë të caktuar, në shumë raste të historisë, për shpëtimin e kombit shqiptar, ne bëhemi bashkë, vëmë ca rregulla se si të bashkëpunojmë, edhe pastaj veprojmë. Dakor, po jetojmë në një kontekst politik. Po, patjetër. Instinktivisht duket si një shpikje nga vjen kjo. Kjo vjen nga historia e njerëzimit, dhe nga historia jonë kombëtare. Njerëzit bashkohen. Tani pyetja është kjo që keni ju dhe shumë të tjerë. Ore, dakord, ne kemi një kushtetutë, ne kemi institucione, ne kemi një parlament shqip kuvend. E kemi ne. Domethënë shoqëria jonë në një formë ose tjetër e ka krijuar këtë, e ka bërë këtë stazhin e zhvillimit që e ka marrë çdo shoqëri. Jemi dakord me këtë? Po. Pse na duhet kjo tjetra? Okej, tani vim te pyetja për mendimin tim më të rëndësishme. Përse ekziston protesta? Pse vijnë njerëzit në shesh edhe pse duhet të krijuar një kuvend i ri kombëtar qytetar? Sepse ne shqiptarët, edhe unë besoj një përqindje lartë e shoqërisë tonë, bie dakord nëse them se ne shqiptarët nuk jemi të përfaqësuar nga i parlament. Pse nuk jemi? Sepse për mendimin tim, ju disa herë përmendët fjalën politik. Për mendimin tim ne nuk jemi në politik, ne jemi në parapolitik. Pse? Unë PS, PD nuk i shoh si parti, unë i shoh si dy çeta të cilat kanë kapur çdo institucion. Si në qeverisje, si në opozit, edhe ai është një institucion shumë i rëndësishëm në vete, janë dy çeta të cilat ndajnë plaçkën e quajtur Republika e Shqipërisë.
Ne nuk jemi këtu në politikë. Si do t'i shbëni këto dy çeta, qoftë Edi Ramën, qoftë Sali Berishën? Po besoj do të thënë deri tani jemi dakord ose ju jeni dakord me argumentimin tim pse duhet kuvendi dhe nga vjen kuvendi. Jemi dakord diku argumentativ deri tani? Nuk është çështja që ne të dy jemi dakord. Ideja në këtë rast është që si do të arrijë ky kuvend kombëtar që të futet brenda shinave të kushtetutës, pra brenda shinave të sistemit, sepse duket si një lëvizje anti-sistem, por jashtë sistemit. Pra do të kërkoj zhbërjen e kushtetutës dhe të vendosë një kushtetutë të re, do të jetë një magna carta siç e bën anglezët, apo ka një lloj qëllimi tjetër? Okej, pyetje shumë të mira. E para është kjo. Siç thash unë, e kemi këtë parlamentin i cili shpesh emërtohet si parlamenti i krimit, parlamenti zezës, edhe mos ta përsëris më shumë. Do kemi këtë parlament i cili ka dalë nga këto kryesisht nga këto dy çeta. Tani kuvendi kombëtar qytetar do ja vëri pasyrën në sytë e publikut shqiptarëve që shiko, ne nuk do ngrem parlamentin i cili ka ardhur nga koalicioni i qelbësirave të Edi Ramës, po do ja vëm përballë kuvendin i cili vjen nga koalicioni i të mirëve. Domethënë kuvendi kombëtar qytetar nuk është thirrur deri më sot. Edhe kjo keq kuptohet nganjëherë pa dashje, nganjëherë me dashje nga disa burime. Ne jemi grupi punës për ta krijuar këtë kuvend. Edhe kuvendi ka disa qëllime. E para, siç thash, të mbledhë më të mirët, më të përgatiturit, më të pastërtët. Domethënë në çdo lloj fushe të bëjnë një përzgjedhje të kulluar, të mirë, për t'ia vënë përballë përzgjedhjes e zezë që kemi sot në parlament. Do thoni, okay, shumë bukur. Pra që do të thotë do të shkojë drejt një formacioni politik. Ja, do vi aty. Domethënë, ju do thoni shumë bukur, Evaristo, keni gjetur 150 apo 300 shqiptarët më të mirë të botës, jo vetëm në Shqipëri, edhe në diasporë, kemi gjetur, është ky qëllim në vetvete. Ky është një hap i parë. Çfarë bën ky hap i parë? Ky, sipas mendimit ton, do rrisi besimin edhe pjesëmarrjen në protestë. Sepse deri më sot protesta nuk ka një rrugë se si do e bëj, se si do e rrezoj sistemin. Ky është vetëm hapi i parë që shiko kemi njerëz të besueshëm, edhe këto njerëz nesër mund i keni në qeveri, mund i keni në parlament, edhe mund i keni në qeveri që kërkesa që vjen nga sheshi, Shqipëria e re, edhe duam njerëz të mirë në parlament, kërkesa të mishërohet edhe të vizualizohet me njerëz konkret, mos të mbeti teori. Ky është hapi i parë. Tani do thoni, okay, shumë bukur, është një realizim në vete, por çfarë ndodh pas kësaj? Pas kësaj ne shpresojmë që patjetër që kjo do sjellë rritjen e protestës, edhe nuk do sjellë vetëm besim edhe rritje, por këto njerëz nuk do jenë kukull, nuk do rinë kot. Këto do jenë njerëz të kushtetutës, të ligjeve më të ndryshme të shoqërisë, edhe do bëjmë patjetër kërkesa adapte për çdo pikë që sistemi sot ka kapur, edhe nuk e çliron. Domethënë do bëj ligje, propozime për ligje, domethënë do ketë një program të tërë se si ngrihet Shqipëria nga e para. A duam Shqipërinë e re? Duhet një kushtetutë e re? Po kush do e bëj? Kjo është një kërkesë që bëhet shpesh, duam një kushtetutë e re, po kush do e bëj? Edhe kuvendi kombëtar qytetar qëllimi i parë ka këtë, të gjej njerëzit, edhe të shkojnë në akt veprim, jo në akt kërkesë, në akt veprim për t'i paraprir çdo lloj lëvizje që mund të vi. Çfarë është lëvizja e parë? Lëvizja e parë është duke rritur presionin nga besimi që kemi gjetur njerëzit më të mirë, edhe këto nesër mund të hyjnë në parlament, mund të krijojnë qeverinë tranzitore apo teknike, domethënë akti i parë është të shohim shqiptarët a e pranojnë kuvendin edhe a pranojnë njerëzit që do i paraqesim. E para. Edhe ky presion në rritje,
A do shkoj në rritje mbi 20 qershorin, ku mund të vinë në Tiranë 200 apo më shumë se 200.000 shqiptar, edhe ky presioni i rritur, a do sjellë diçka? E zëm se nuk sjell diçka. Edi Ramës nuk i duhet fare sa vin, kush vjen, pse vin, ai vazhdon të jetë në qeverisje. Çfarë do bëni pasaj, besoj, do thoni. Evaristo, në këtë rast termi Shqipëria e re ka lindur në mënyrë organike nga protesta apo është mirë menduar më parë, sepse duket si një term i regjimit enverist? Tani të gjitha termat që nga dalë nga protesta, Shqipëria e re, Rama Berisha në burg, Rama jepet dorëheqje, edhe vetëm rinia e bën Shqipërinë, këto janë terma që kanë dalë nga turma. Ka pasur shumë terma të tjera, të cilat janë provuar individualisht nga njerëzit, nuk kanë ngjitur, po kjo ka dalë nga turma. Unë nuk besoj se kjo ka dalë me dashakejsi apo se mos njerëzit që e kanë ditë, unë për shkakun se dia. Domethënë, unë nuk besoj se kjo ka dalë me dashakejsi apo për të bërë një lidhje me regjimin e vjetër. Kjo ka dalë nga turma. Po sepse regjimet në këtë mënyrë kanë ardhur, kanë ndërtuar ato ideologjinë romantike, siç ishte në rastin e sistemit komunist, para se të vinin komunistët para dhe gjatë dhe pas luftës së dytë botërore, dhe thoshin Shqipëria e re, pra sollën atë frymën e Shqipërisë së re dhe pastaj e pam se si në 45 vite se çfarë prodhoi Shqipëria e re e sistemit enverist. Në këtë rast unë do kundërshtoj aty. Në fillesat e vet, ato që mund të jenë bashkangjitur në fazën e dytë komunistave, mund të kenë qenë idealista, naiva, të cilët besonin në një ide botërore komuniste, por gjeneza e Partisë Komuniste ishte totalisht e programuar, e financuar, edhe ka nisur Jugoslavia misionar me Popovicin dhe Mugoshën, ato e filluan, nuk filloi nga ëndrat, nga idealizmi i majtisë në Shqipëri. E kisha fjalën që ishin ide romantike, gjenezën e dim patjetër që vjen andej. E kisha fjalën që ishin ide romantike, por që më pas e pam se çfarë regjimi kriminal ishte. Kjo ishte ideja. Patjetër, po nuk është krahasimi me këtë sot, pse? Jo, nuk po bëj krahasim me këtë sot. Ajo që po them është që njerëzit kanë edhe dyshimet e tyre, sepse një formacion politik apo qoftë një protestë që ka drejtuesit e saj dhe që pretendon të vinë pushtet, marr pushtetin dhe drejtimin e vendit, veten e provon kur vjen në qeveri, jo kur është në opozit, sepse kur është në opozit apo në protest, fjalët janë të lehta për t'i thënë, por kur je në qeveri, aty do duhet të tregohet se sa po themi serioze është edhe se sa i mban ato premtime që ka bërë, sepse të njëjtën që ka bërë dhe Edi Rama në 2013 që kishte këtë frymën e antiberishizmit edhe më pas u bë më keq se Berisha. Në këtë rast si do ta rrëzoni Edi Ramën, cilat janë ato mekanizma konkret për të rrëzuar Edi Ramën, për ta çuar vendin zgjedhjet parakohshme, dhe nga ana tjetër dhe për ta detyruar që t'jap dorëheqjen, sepse është nga kërkesat kryesore. Po patjetër. Domethënë, siç thash, plani i parë është rritja e besimit, organizimi, rritja e besimit, edhe artikullimi i qartë politik edhe cilësor do thosha, se aty në shesh sot nuk duhet të paragjykoj askënd, po mund të ketë edhe fjalime mase jo shumë të këndshme ose pa thelb. Domethënë pas rritjes e artikullimit, e besueshmërisë, edhe organizimit, do rritet protesta. Protesta në vetvete, unë mendoj Edi Ramës nuk i intereson se sa bëhen në shesh, nuk jep dorëheqje. Por çfarë sjell organizimi tjetër? Organizimi sjell po ashtu faktorizimin edhe me faktorin ndërkombëtar. Se sot për shembull e zëm sikur një ambasadë në Shqipëri të ishte shumë dashamirëse me protestën, këtë do thiri. Sepse ato organizatorët e protestës ose një pjesë thonë edhe jemi edhe s'jemi, domethënë edhe organizojnë protestën, por nuk marrin përgjegjësi.
Domethënë sot ambasadat nuk kanë më këtë flasin, edhe nuk kanë këtë mbështesin. Mund të flasin se ka folur ambasadori gjerman në parim, ne jemi për protesta, se është shfaqje demokracie, por nuk kanë këtë mbështesin underground apo overground. Po, a kanë kërkuar përfaqësitë diplomatike në Shqipëri që të komunikojnë me organizatorët e protestës, duke qenë se edhe këta të fundit kishin dërguar një letër ku shprehnin në përmbledhje gjithë kërkesat e tyre, qoftë në raport me qeverinë, por qoftë edhe në raportet që kërkonin të vendosin me ambasadat. Po unë si ju kam lexuar vetëm atë shkresën, edhe për të thënë të drejtën, unë i kërkoj atit grupit stoik që mos të nisi më shkresa, se është turp. Domethënë ato janë ambasada, ato janë shtetet e nivelit të lartë, edhe tani i shkrojnë ca kalamaja që nuk e din ç'a duan, se nuk e din a janë as janë, i nisin shkresa. Më mirë do ishte më mirë për protestën, lëvizjen e protestës, mos t'i nisin më letra, sepse na turprojnë edhe ulin shanset që nesër pas nesër ato të ulen realisht me përfaqësues që shpresoj të jenë kuvendi kombëtar qytetar. Tani, kuvendi kombëtar qytetar, nëse mbledh njerëzit më të përgatitur, Bardhi, a kemi ne diplomat të nivelit të lartë në përbot? A kemi ne profesora të politikës të lartë në universitetet më prestigjioze në botë? A mund të ishin ato njerëz adapt për të shkruar ambasadave dhe për ta gjetur po ashtu gjuhën e tyre? Se edhe unë të shkoj tani, unë jam menaxhues projektesh të mëdha në Zvicër. Ku e diun se si e do gjuhën për shembull ambasadori gjerman? Domethënë, duke i thirrur më të mirët nga ana mban botës, duke i bërë bashk, patjetër që do ketë njerëz adapt edhe më të përgatitur për të folur me gjuhën diplomatike me ambasadat. Domethënë, ky është hapi i dytë që do sjellë kuvendi kombëtar qytetar. Faktorizimin edhe gjetja e gjuhës me faktorin ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm, edhe deri më sot nuk ka ndodhur. Edhe nuk ka ndodhur si ka disa insinuata, nuk ka ndodhur se nuk është protestë pro-amerikane, nuk është se nuk ka ndodhur se fal gjenezës negative të protestës. Jo, nuk ka ndodhur se s'ka pas organizim dhe s'ka pasur kush të flasim me ato. Evaristo, a shikoni diasporën dhe elementet diasporës të cilët janë të kualifikuar, po themi, apo janë persona të cilën kanë nuhatje politike dhe atë mbretësinë politike që mund të thirren në Shqipëri për të qenë pjesë e këtij kuvendi, për të qenë pjesë e asaj përfaqësie që do të vendoset përballë sistemit Edi Ramës dhe Sali Berishës, në mënyrë që këto të jenë figura të cilat nuk kanë konflikt interesi, ashtu siç mund ndodh me shumë kënd në Shqipëri ku siç e dim ka konflikte ndryshme interesi, duke qenë se edhe jemi vend i vogël. Po patjetër. Siç thash, kuvendi kombëtar qytetar në këtë moment nuk është thirrur, por unë jam pjesë e grupit punës për përgatitjen e këtij kuvendit kombëtar. Patjetër që kuvendi kombëtar qytetar do thirret në çdo mediat sociale, edhe shpresoj prapë të jemi së bashku kur unë mund të jem më konkret për kuvendin, me datë edhe kur do jetë, kur do mblidhet edhe si do veprohet, por unë që sot i bëj thirrje shqiptarëve të diasporës që të ndjekin mediat sociale, të ndjekin intervista mase siç po bëjmë ne tani. Edhe në fund fare, ne njerëzit nuk i marrim dot me zor. Gjithçka lind nga veprimi individual, nga dëshira individuale për të dhënë kontribut. Edhe unë ju garantoj se këtu e keni provën. Unë jam në thonjza thjesht një emigrant në Zvicër. Pse du të jem unë tani te grupi i punës për kuvendin kombëtar? Sepse kam ardhur në terren, jam vetë ofruar, kam kontribuar. Domethënë gjithçka lind patjetër nga dëshira e brendshme. Po nëse dikush na dëgjon e ka dëshirën e brendshme, si Agora News, si juve personalisht, ose edhe mua në Facebook, apo në fakt vetëm në Facebook jam, domethënë në Facebook mund të më kontaktoj individualisht edhe të vetë ofrohet. Në fund fare gjithçka lind nga dëshira e lirë. Po unë jam i sigurt
jam i sigurt që diaspora do ketë një përqindje të lartë të kuvendit kombëtar, po edhe në kryesinë e saj, se këtë nuk e shpjegova, do kuvendi kombëtar është një grup e zëmë si parlamenti, po si parlamenti patjetër do votojë një kryesinë e saj, e cila do përfaqësojë të gjitha shtresat shqiptare, domethënë ekonomike, profesionale, fetare, krajinore, kryesia dhe kuvendit do jenë përfaqësimi më i mirë i kombit shqiptar, të cilët ne do ta vëmë përballë përfaqësimit më të keq që kemi sot. Evaristo, në mënyrën se si është organizuar protesta nga dita e parë e deri më sot, si mendoni sa gjasa ka që Edi Rama të rrëzohet nga pushteti dhe a mendoni se mund ta përmbyll vitin 2026 në krye të qeverisë? Siç e thash më parë, në formën që është sot, Edi Ramës i krijohen vetëm probleme në mediat sociale dhe në pikpamjen globale mediatike. Edhe këtu realisht protestat i ka dhënë një goditje Edi Ramës, nuk është më ai sharmanti Shakaxhiu që kur vjen në mbledhjet ndërkombëtare i bën për të qeshur, edhe tani protesta në pikpamjen mediatike globale, por edhe të politikanët të rëndësishëm, siç e pam mbledhja NATO-s para ca dite, ja ka ulur imazhin shumë. A sjell ulja e imazhit e Edi Ramës, a sjell dorëheqjen? Jo, sepse tani Edi Rama, Sali Berisha dhe kokat në Shqipëri, unë e them në mënyrë figurative, kanë lidhur kontratë me djallin. Ato kanë bërë shumë sakrifica që njerëz normal si ne s'kishin për t'i bërë për të arritur aty, sepse kanë si burimin e motivimit të tyre pse i bëjnë gjërat, e kanë kompleksin e inferioritetit, diçka i ka ndodhur në rininë e tyre dhe ato duan ta kalojnë këtë kompleks inferioriteti duke na hipur neve në krye dhe duke na poshtëruar ne. Këtë analizë bëj si nga psikologjia sociale. Ato njerëz kanë bërë kontratë me djallin. Ato nuk ikin se i prishet imazhi. Ato nuk ikin se mblidhen njerëz në shesh. Po nëse prishet imazhi, mblidhen shumë njerëz në shesh, edhe faktori ndërkombëtar ndërhyn dhe thot, "Ore, çfarë po bëhet këtu? Këtu nuk është më demokraci", pastaj gjasat rriten që ai të japi dorëheqje, patjetër. Në këtë rast, duke mbetur te faktori ndërkombëtar, ka sinjale konkrete nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara që në mënyrë indirekte mund ta mbështesin protestën apo të japin instrumentet e duhura vetë protestës në mënyrë që të çojnë drejt rënies Edi Ramës dhe për t'i hapur rrugë vendit që të gjejë një zgjidhje të atill për ta çuar vendin tek ai ndryshimi i madh siç ju është shprehur pak më lart. Tani për të thënë të vërtetën, domethënë patjetër që faktori ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm, por unë e shoh si një pjesë e forcës që mund të krijojë një protestë organizuar. Domethënë, siç thash, besueshmëria në shesh, rritet niveli në shesh edhe të artikullimit, mediat që ja ulin imazhin dhe faktori ndërkombëtar. Por për mendimin tim, Bardhi, kjo prap nuk besoj se do mjaftoj. Pse? Siç thash, ato janë njerëz që kanë lidhur kontratë me djallin, ato nuk e lëshojnë atë karrige, atë pozicion. Po çfarë është zgjidhja? Tani, nëse më keni ndjekur në mediat sociale, unë kam propozuar që me datë 7 qershor, era parë që fola në protest, kam propozuar të lidhim një beslidhje të re me njëri tjetrin. Edhe për kë e kisha për sheshin, për protestuesit, të cilët shpresoj shumë, unë për atë po punoj, të institucionalizohen si kuvendi kombëtar qytetar, të faktorizohen të faktorizohen, edhe kë shoh unë tjetër si aleat për të rrëzuar Edi Ramën. Unë shoh partitë të reja dhe të vogla, të cilat me të drejtë thonë, po prit pak, edhe unë kam bërë një luftë anti-establishment, anti-sistem, në zgjedhjet e kaluara për shembull. Pse kam unë më pak të drejtë t'i bashkohem protestës, kësaj lëvizje mbar, pse nuk kam unë të drejtë t'i bashkohem? Edhe unë këtu e shoh zgjidhjen. Domethënë, protesta
të bashkohet me partitë të reja dhe të vogla dhe duopoli Rama-Berisha të goditet nga një pol i tretë gjithëpërfshirës, jo ideologjik, domethënë jo ideologjik, se ideologjia mund ta ndajë këtë polin, po një pol i madh i cili ka vetëm një kauzë për ta çarë këtë duopolin. Do një koalicion i madh i cili nuk ka një program, kuptohet, ideologjik, programor, partijak, po që ka vetëm 2-3 pika. Nuk do ndalemi derisa të japet dorëheqjen Edi Rama dhe të përdorim çdo lloj forme demokratike, me protesta, me mosbindje civile, me bllokimin e akseve rrugore, infrastrukturës, domethënë do bëjmë të pamundrën, nëse ai nuk dëgjon popullin, të bëjmë të pamundrën kushtetuese të pranueshme, mase nuk është shumë kushtetuese, po të paktën e pranueshme në syrin e popullit. Dhe 3, të jemi gati si një koalicion i madh që kur të japi dorëheqjen, kur të shkojmë në zgjedhjet e parakohshme, të jemi një pol i përbashkuar, mos të ndahen me votat, mos të përçahen me votat, po të jemi një pol që mase nuk e duam njëri tjetrin ideologjikisht, personalisht, por kauza shumë më e madhe dhe të bëhemi bashkë. Domethënë, sheshi të rritet, imazhi të ulet, faktori ndërkombëtar dhe e fundit poli i tretë, i cili është një grupim i gatshëm në çdo moment që ta godasi duopolin. Kjo është zgjidhja për mua. Në këtë rast, sa i përket goditjes së duopolit Rama-Berisha, a e shikoni SPAK-u një element mjaft të rëndësishëm në këtë rast për të goditur nga ana e drejtësisë këtë lloj sistemi, pra, ose këtë lloj duopoli Berisha-Rama, dhe sa efekt ka dhënë deri më tani, nëse keni një informacione sa i përket depozitimit në SPAK të Albanian Files, pra librit që kishte krijuar Edi Rama së bashku me arkitektët? Tani ne e dim që reforma e drejtësisë është bërë kryesisht nga aleati ynë më i madh, nga Amerika, në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Edhe shumë analistë në televizor e thonë lehtësisht, por e thonë që ato e drejtojnë. Tani, pse unë nuk mendoj se SPAK-u është zgjidhja ose është mënyra si Edi Rama jep dorëheqjen. Pse? Se nëse është e vërtet, unë nuk e di, që SPAK-u ose reforma e drejtësisë edhe të gjitha allkat drejtohen nga ndërkombëtarët vetëm një gjë nuk duan, të ketë një vakum, të ketë një rëmuj, të ketë masë dhe mundësi të rikthehet Sali Berisha. Domethënë SPAK-u do godasi pasi poli tretë ta çaj duopolin Rama-Berisha, ato të humbin postet që nuk preken nga drejtësia sa të jenë kryeministër apo kryetari opozitës, edhe për mendimin tim më të drejtë, nuk janë poste që goditen se ulet edhe imazhi i vendit të godasësh kryeministrin, sa të zbresin nga Karigja, atëherë pasaj vjen koha e SPAK-ut. E kemi parë me Ilir Metën, e kemi parë me Ron Velin, ai në fakt ishte në detyrë, domethënë të një krye bashkiak mund ta bësh, po ta bësh të kryeministri, sidomos thash edhe një herë, nëse e pranojmë që drejtohet nga ndërkombëtarët nuk duan vakuum. Prandaj është akoma më rëndësishme të ketë një kuvend kombëtar qytetar, apo të ketë një pol të tretë, sepse pastaj ndërkombëtarët e rrisin dozën e presionit, thonë, ok, nuk ka vakuum, se pas ka një formacion që ne nesër mund t'ja besojmë Shqipërinë, nuk ka për të ndodhur vakuumi nëse godasim, edhe i thot SPAK-ut godite. Kjo po thashe një, pa organizim, pa krijuar një kuvend kombëtar, pa gjetur shqiptarët më të mirë, më të zotët, dhe pa krijuar një koalicion anti-establishment poli tret, mos të shpresojmë se ndërkombëtarët mund ta godasin në mënyrë fatale, apo SPAK-u mund ta godasi. Evaristo, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Shumë faleminderit, edhe shihemi për një intervistë të radhës, shpresoj shumë pasi të jetë krijuar kuvendi kombëtar ose të paktën kur të jetë thirrur. Të falenderit sërish. Faleminderit, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.